Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ka marrë fund, Ledion Liço pranon ndarjen nga Sara Hoxha. Moderatori I njohur I Bigut, Ledion Liço, është bërë qendra e vëmendjes në eventin madhështor të Topit, një festë e përvitshme që mbledh të gjithë figurat ikonike të ekranit shqiptar. Ngjarja që synonte të ishte një mbrëmje reflektimi dhe festimi për sukseset e rrjetit, u dominua nga reagimet për pamjen e moderatorit të njohur, I cili u shfaq më I dobët dhe më I ndryshuar në fytyrë krahasuar me herët e fundit në publik. Në rrjetet sociale, ndjekësit shpërthyen me komente që variojnë nga habi deri te shqetësimi për gjendjen e tij shëndetësore. Pse është bërë kështu? O Ledion, nuk po të njohim më, duket I lodhur, shpresoj të jetë mirë. Janë disa nga komentet që kanë pushtuar rrjetin menjëherë pas publikimit të fotove nga festa. Megjithse Ledioni u shfaq me stilin e tij të zakonshëm, elegant dhe të qetë, ndryshimi fizik nuk kaloi pa u vënë re. Pamja e tij bëri që shumë fansa të kërkojnë sqarime nëse moderatori po kalon në një periudhë të vështirë. Në anën tjetër, festa e Topit u mbajt në një atmosferë të ngrohtë ku u bashkuan gazetar, moderator dhe personalitete të njohura të ekranit shqiptar, duke reflektuar mbi kontributin dhe arritjet e rrjetit ndër vite. Megjithatë, mbrëmja që duhej të ishte e gëzueshme u kthye në temë kryesore në rrjet për shkak të pamjes së Ledion Liços, një detaj që ka shqetësuar publikun dhe ka ndezur kuriozitetin për gjendjen e tij.